Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjaft harxhuat para, kjo mask ju bën të dukeni 10 vjet më të rinj. Ja si ta përgatisni. Ndryshimet e motit munden të dëmtojnë shpejt lëkurën tonë, sepse prodhimi i kolagjenit, një substancë thelbësore për të forcuar elasticitetin e lëkurës, zvogëlohet dhe në fakt kjo mask me banane ju ndihmon që të keni një lëkurë tepër të lëmuar dhe të fortë. Përfitimet e bananeve janë një hidratues natyral. A e dini se frutat e bananes mund të hidratojnë thellësisht lëkurën tuaj? Ajo përmban 74% ujë, një normë e konsiderueshme që e bën atë një nga ushqimet më hidratuese. Sipas një studimi, hidratimi i rregullt i lëkurës ndihmon në parandalimin e shfaqjes së rrudhave. Përfitimet e limonit. Për të gjetur një lëkurë të shëndritshme pa defekte, a keni menduar për limonin? Ylli i agrumeve të detoksifikimit ton ka ende më shumë se një mashtrim në pulpën e tij. Pasuria e tij me acide natyrale e lejon atë të matifikojë lëkurën dhe të eliminojë sebumin e tepërt përgjegjës për aknet dhe pikat e zeza, dhe kjo nuk është e gjitha. Vetit të zbardhuese të limonit e ndihmojnë atë të luftojë njollat dhe plagët. Përfitimet e mjaltit. Fal numrit të madh të lëndëve ushqyese në produktin e bletëve, mjalti është një kujdes natyral i rekomanduar për të hidratuar thellësisht lëkurën dhe për të reduktuar kështu efektet e lëkurës së varur. Dhe vetitë e tij dermatologjike nuk ndalen me kaq. Sipas një studimi të botuar, mekanizmat shëruese të mjaltit janë vërtetuar. Mjalti rekomandohet gjithashtu për kujdesin e plagëve, ekzemës dhe dermatitit. Tani, ne këtu do t'ju mësojmë se si të përgatisni kremin kundër rrudhave në shtëpi. Për të vëzhguar rezultate përfundimtare në lëkurën tuaj, ne ju këshillojmë të përgatisni këtë mask, ku do t'ju duhet një banane e pjekur, një lugë gjelle lëng limoni dhe një lugë gjelle mjalt. Përgatitja. Shtypeni bananen me një pirun. Shtoni në përgatitje mjaltin dhe lëngun e limonit. Aplikoni në furçë, në fytyrë dhe në qafë. Lëreni maskën për 20 minuta dhe më pas shpërlajni me ujë të vakët dhe më pas aplikoni një krem hidratues. Kujdes, për shkak të efektit të saj fotosensibilizues, këshillohet që kur të bëni këtë mask me limon, të shmangni ekspozimin në diell. Në ndryshim nga pjesët e tjera të trupit, fytyra është ajo e cila pëson e para veprimin e radikaleve të lira, rrezeve të diellit, por edhe përbërësve toksik, të cilët gjenden në ajër. Në produktet kozmetike e të tjerë, si rrjedhoi me kalimin e viteve, ajo humbet elasticitetin dhe shfaqen rrudhat e para në lëkurë. Për këtë arsye, ne do t'ju propozojmë një maskë e cila vepron më shpejt se çdo trajtim botox. Për të përgatitur maskën me efekt shtrëngues, juve do t'ju nevojitet një vezë dhe gjithashtu një lugë gjelle vaj argani, një kapsul vitamin C ose 15 pika lëng limoni dhe 10 pika vaj esencial temjani. Rriheni fillimisht vezën dhe më pas shtoni një nga përbërësit e tjerë. Këshillohet që vitaminën C ta lini për në fund pasi veza dhe vajrat esencial të jenë lidhur me njëri tjetrin. Pasi ta keni përzier mirë, ruajini në frigorifer për të paktën 24 orë. Mund të filloni ta përdorni direkt ditën e nesërme. Mjafton që ta lini të pushojë jashtë frigoriferit për 30 minuta dhe më pas ta aplikoni direkt në lëkurë. I gjithë sekreti i kësaj maske qëndron tek përbërësit e saj, të cilët ne do t'ju tregojmë në vijim. Veza është një minjer e vërtet vlerash ushqyese si proteina, hekur, magnez dhe gjithashtu vitamina B2, B3, B6 dhe B12.
A, D dhe E, zink dhe kalcium. Të gjithë këta përbërës ushqejnë lëkurën dhe nxisin prodhimin e elastinës dhe parandalojnë veprimin e radikaleve të lira si edhe kanë një efekt shtrëngues. Nga ana tjetër, vaji i arganit është i pasur me antioksidant, acide yndyrore oleine dhe linoleike, të cilat e bëjnë lëkurën tuaj më të shëndritshme dhe më të hidratuar. Vitamina C, e njohur si acidi askorbik, rigjeneron lëkurën e fytyrës, eliminon qelizat e vdekura dhe gjithashtu eliminon njollat kafe dhe parandalon shfaqjen e rrudhave. Vaji i timjanit me të drejtë meriton të quhet mbreti i vajrave. Ky vaj është përdorur që në kohët e lashta si një vaj esencial shumë i çmuar dhe i vyer për cilësitë e tij. Ai ka në përmbajtjen e vet përbërës me veti antioksiduese të cilat rigjenerojnë lëkurën. Dhe nga ana tjetër, maska nga përbërësit natyral munden që të jenë më të mirat për shëndetin e lëkurës së fytyrës. Shpesh dermatologët apo përdoruesit e drejtë i konsiderojnë edhe më të mira dhe efektive se produktet e shtrenjta kozmetike. Ajo që duhet të dini është se para se të vendosni të bëni një maskë për fytyrën, është më mirë që ju të konsultoheni me dermatologen pasi jo çdo fytyrë mund të reagojë një lloj nga përbërës të ndryshëm. Kjo maskë natyrore shërben gjithashtu edhe për të shtrënguar lëkurën më mirë se botoksi. Përgatitja: të bardhat e vezëve hidheni në një enë të vogël dhe më pas përzieni. Më pas shtoni përbërësit e tjerë dhe vendoseni maskën në fytyrë. E mbani atë për të paktën 10 deri në 15 minuta dhe pasi maska të jetë tharë, e shpëlani me ujë të ngrohtë. Këshillohet gjithashtu ta përdorni 2 herë në javë për të patur rezultate më të mira. Këto janë kurat më të mira natyrale të cilat zbehin rrudhat. Rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Tek disa njerëz rrudhat dalin përpara kohe kryesisht tek zona e syve, gojës dhe qafës. Rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja në peshë, por edhe nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe ndotja. Ekspozimi në diell, mungesa e vitaminës D3, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe duhani. Rrudhat mund të zbehen, shmangen dhe gjithashtu të mbahen nën kontroll me disa trajtime natyrale. Në këtë video ju do të mësoni disa prej kurave më të mira natyrale kundër rrudhave. Vaji i arrës së kokosit. Me këtë vaj mund të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit ju mundet që ta mbani vajin në lëkurë për gjithë natën. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji i arrës së kokosit i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe gjithashtu mundet që të zbehë rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës E ju mundet që t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave dhe ajo duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.